Unë jam Kristina Korra dhe ky është emisioni im. Bëni subscribe në International TV. Përshëndetje dhe mirë se erdhët në emisionin ton më të ri, Debat, ku jemi në International TV, ku do të flasim tema sociale dhe politike të ndryshme. Sot në panel unë kam nderin që të kem 3 të ftuar shumë interesant, të cilët do t'i prezantoj. Mirë se erdhët të 3. Selaudin Myftaraj, Lida Beqaj dhe Sabahe Dermani. Mirë se erdhët. Sot do të flasim, besoj e dini, për të drejtat e njeriut edhe për lirinë, duke qenë se ju jeni dhe moshë 3, keni përjetuar edhe komunizëm edhe nuk keni patur ndoshta lirinë e plot për të shprehur mendimet tuaja, kështu që unë kam përgatitur disa pyetje për ju. Do të filloj me Lida Beqaj, cilat janë disa nga të drejtat themelore të njeriut që mendon se askush në asnjë rrethan dhe me asnjë justifikim nuk ka të drejtë t'ia hesh një personi tjetër. Unë mendoj se disa të drejta bazë janë të panegociueshme. E para është e drejta për jetën, e dyta është liria e veprimit dhe e shprehjes, gjithashtu dinjiteti njerëzor që askush të mos poshtërrohet apo të trajtohet si mjet. Dhe e drejta për të qenë e lirë, pra të mos mbahesh e mbyllur ose e detyruar kundër vullnetit. Selaudin, po ju si mendoni? Për mua është e drejta kryesore, drejta liria e njeriut, që të përshtatemi drejtave të njeriut. Çfarë mendon se është e drejta e njeriut? Pastaj është e drejta që është besimi i njeriut, mund të zgjedhë çfarë të dojë. Po, gjë që në periudhën e komunizmit juve nuk e keni patur as lirinë për të zgjedhur një fe të caktuar. Po, në komunizmin këto nuk kanë qenë të drejtat e njeriut, kanë qenë penguar në sistemin e komunizmit. Po. Dhe në botë këto nuk njihen, më përpara nuk njihshin aq, ishte afërsisht si në kohën e komunizmit. Po. Si e shikoni tani, domethënë, botën, ose për shembull brezin e ri që ka çdo të drejtë të mundshme, ose mendon se i kemi vërtet të drejtat dhe jemi në një demokraci, apo jemi në një komunizëm të fshehur dhe as vetë se kemi kuptuar? Në botë akoma nuk janë zgjidhur të drejtat. Ka akoma të meta që në disa vende të botës nuk janë zgjidhur akoma. Po. Faleminderit. Do kalojmë tek Sabahe Dermani. Çfarë mendoni ju, çfarë e bën një njeri të lirë? Po. Do thuash përgjigjen tënde, merr kohën tënde. Unë do të përmendja të drejtën për identitet dhe individualitet. Po. E dyta gjithashtu të drejtën për arsim dhe informim të lirë. Një tjetër është e drejta për të mos u detyruar, për të mos kontrolluar jetën personale të njeriut. Kam dëgjuar që ju gratë keni patur pak më të vështirë në periudhën e komunizmit dhe kontrolloheshit pak më shumë në thonjza nga burrat edhe nga duke qenë se juve jeni të dyja zonja të nderuara të moshës së tretë, si mund të ma shpjegoni qasjen tuaj me këtë gjë? Kemi qenë më shumë të mbyllura. Kemi qenë tash jemi më. Kemi qenë jetoj me kohën. Në shtëpi brenda çdo gjë ka qenë çiksi më. Jemi më të lira. Po specifikisht për shembull, çfarë që kemi na plotësohen në gjitha anët. Do me thënë, në periudhën e komunizmit ku ju ishit edhe më të reja, nuk... Më të mbyllura, kemi qenë më të mbyllura, Po, për shembull, a ju cënoje drejta po marr rastin më banal të veshjes? Patjetër, na cënoi. Nuk vishte. Për shembull, ma shpjegoni një... Çfarë ndodhte nëse ju visheshit pak më ekstreme? Në fund, përjashtoheshe nga rinia, nga aktiviteti, Po si, se unë kam dëgjuar që vendoste tek lagja, nuk e di, kam dëgjuar ku kam qenë. Po, bravo. Se nuk ja di emrin. Me punën, kemi qenë dhe marrëdhënie pune, edhe në çik të shikonim në fund, direkt
Bëhesh mbledhje partie. Okej. Do kalojmë edhe tek pyetja e dytë tani. Dua që t'ju pyes, gjatë historisë, cilët persona, grupe apo parti politike njini që këto të drejta themelore u a kanë mohuar ose u a kanë marrë njerëzve apo grupeve të caktuara? Siç folën për komunizmin, mund të kishte edhe grupe të tjera që ju njini dhe keni dëgjuar? Po. Mendoj për partinë naziste, pa dyshim, pastaj për disa regjime komuniste që kanë ndalur lirinë e mendimit dhe të shprehjes, edhe grupet që kryenin genocide ose persekutime ndaj minoriteteve në të kaluarën, edhe ashtu kemi qenë neve. Po. Të mbyllur, po. pa të drejta. Pa të drejta, ashtu e qartë. Po ju zoti Selaudin, si mendoni? Po, në kohën e gjatë kohës së nazizmit mungonin shumë gjëra që neve nuk jepshin të drejtat gati si në kohën e komunizmit. Edhe shkelshin të drejtat, mungonte liria me fjalë, mungonte fjala, mungonte feja, mungonin shumë gjëra. A më kupton? Po statusin e fitonit dot në atë kohë? Të kishet një status të lartë, apo ishit të gjithë popullsia njësoj edhe vetëm? Nuk ishte e vështirë. Ishte shumë e vështirë. Mungonin të gjitha. Zonja Sabahe, si mendoni? Po, Sabahet. Ka emër fetar kjo. Po, shumë emër të bukur ta gëzosh. Faleminderit. Si mendoni ju? Në kohën më përpara, unë do të thoja nazistët, po ashtu lider të Enver Hoxhës. E dyta, dhe disa grupe ekstremiste që historikisht kanë përdorur dhunë dhe të pa kontrolluar. Pastaj, janë shembuj që tregojnë qartë se të drejtat themelore mund të shkelen kur pushteti keq trajtohet. Po. A keni patur ndonjë, domethënë të njohur që mund të ketë thënë një fjalë më shumë edhe thjesht me një fjalë më shumë mund të ketë përfunduar në burg? Po. Unë jam me tjegur për atë punë, sepse një fisi im është dënuar, vetëm se ishte me orkestra në Kosovë për të dhënë koncert, u kthye, spjonu shokët burg 8 vjet. Çfarë Ky thua? është persekutim. Po. Ashtu ka qenë përpara. E bëri Kishim të burgun. drejta, jo. Po tani, a njeni ndonjë grup njerëzish ose individ të caktuar që domethënë i shkelin këto të drejta dhe vazhdojnë të mos i lënë njerëzit të lirë? Nuk njini? Thuash në diçka gabim, nuk ka si nacist. Nuk ka? Nuk ka. Po nëse unë ju habis edhe ju them që ka një organizatë të caktuar e cila nuk është folur më përpara, që quhet MEK. Meka. Po, dhe nuk vazhdon të njihet, po, të njihet edhe vazhdon që ti mohoj të drejtat njerëzve. Ata nuk kanë të drejtë të takojnë familjarët e tyre, nuk kanë të drejtë të shprehin një mendim të lirë pa u kontrolluar. Atyre u janë shkelur të drejtat. Domethënë sot në 2025-2026 vazhdojnë. Është fatkeqësi e madhe që për shembull nëna mos takoj fëmijën apo babai mos takoj motrën atë. Kjo është fatkeqësi. Po, as familjarët nuk lejohet ti takosh dhe as të shprehësh një mendim pa u konsultuar me ta. Më e padrejtjen është pa lejuar. Dënimi më ekstrem që i bëhet Njerëzimit. Ishte shumë kënaqësi që ju kisha sot në studio. Faleminderit edhe sot e mbyllim programin ton. Faleminderit.